mas pari edhe unë du përgëzime për briljancën e Dim Albashës, që të me thonë mas një vjeti i ra nërmend që po muj ka, mu bo diçka që bo gjithë. Dhe mu gjithë mu në kryetartin votu në pak ko. Kjo nuk o kur që gjë e rej. Mirë po, ato që mi munu na do, e unë këtu me thonë që vetë vendosja krejt to i ka lujna kur vjen punat e lista sërbska. Me aktru para militantëve, para votuzëve të vetë, po dhe besa kështu në përgjithësi para opinionit, ajo po shihet gjithmonë, se në fund gjithmonë, si me komuna që i dorëzun 10 komuna pa asnjë diskutim të e përfshi zveçanin. Çish po shkru? Ani. Të e përfshi zveçanin që të vendi... Ama veç të këqyre çish po shkru? O, që kish shkru dikush ma bukur, shtu jem në kaj marrë lakmish fashkrimi, kish. Ky emnaku jem, Dardan, Krasniqis fashkrimit bukur. Kështu. E kena pas një temë, prum. E di. Edhe adin që kena folë. Në mesin e të tjerave dhe për punë që i ki bo ti si minister e që i ki dërzu në kompetencë të kuvendit. Po, për çështjen e... memorialive. Po. Ani, që do një edhe prapë në fuqë, me ne që koni punë e mirë, mi a dërzu kuvendit kompetenca. Jo, se na shkryshin mas emisionit. Kush? Na shkryshin mas emisionit. Kalëzëni kush ka vjedhë. O, kush ka lyp pare. Po de? Jo, po së shpune e me kalëzu kush ka lyp pare, po ditë kush ka lyp. Po edhe njëra se ma hupe fillin tash. Se qatë kanë thonë të në Amerikë, arma, që apë në Amerika. Qa po folëm në kampaninë. Pro me gjithat, këtu do la vere dolin gjithmonë edhe dolin, po deshta dhe njerë me përsërit që ka thonë Astrid Gashi në... Ma cilem fjallë ki dashtë me thonë që e vërru gjithësik. Tash vim aty, po që u dorëzu edhe Zveçani, aty ku ka ndodhë krimi, pa asë një diskutim. Jo që ajo, po mandet nesër në realizohet diçka tjetër, që objekti i Zveçanit, i komunës, ishtë të rënëru me pare të Serbisë edhe kush pej qeverisë Kosovës të përshriket ministrin kaubojin, nuk përpëjket spesën e këta, që shkëshin me posë filata atje, s'piu pëngoj ke heqë, që me pare të logatët ishtu u rënëru objekti, një vete, të e deklarata të ish kryetarit, kështu ka deklaru, kështu pjata, por e lexova, nuk shkova me vërtetu vetë atje, po renovimi ishtu ndodhë. E tash, soj përket pjesës edhe ato që përmendi Astridit tash për sëndë. Opozita, kështu nërval, në luft ka 2 lloj dorëzimesh. Dhe me thonë dorëzimi me kushte, kur ti, e ke pas që ja ke nisë me hupë dhe dorëzosh, po i ki do kushte kur dorëzosh. Edhe thunë e moj në territor caktumi, moj do arë, moj diçka. Edhe ki këtë pjesën tjetër që ka ndodhë s'poku njëherë, ajo është mas lutës dytë botnore, kur aleat antifashist këtë rast, aleancë antifashiste, i ka thonë Gjermanisë e Hitlerit unconditional surrender. Do me thonë, ti veç dorëzosh që tu, asë një kusht, pa lush, kush ka mi në burg, tjertë, jo kalëzoj nesër që a keni me bu. Edhe kjo që ka pëndodhë, të na është kjo e dyta, është një unconditional surrender, pra një dorëzimi pa kusht një opozitës, që një vjetë e tha, edhe fatkesisht ajo që po e thët Astriti është fatkesisht e sakt, nuk kemi opozit në kuptimin e mirë. Tash, njerë që e shojnë vetën si opozit, po, njerë që dhonë vot në drejtim, sepse shpresoj që do të ketë në ndryshim edhe as i ka, unë jam një prej tyne, mirë po de facto nuk ka opozit efektive e cila din e mundet mu përball me Albin Kurtin. Fatkesisht, ose fatmirësisht për ata që janë njëtartë të Albin Kurtin, kështë është situata. E këtu lojna që i bën vetëvendosja me ta, ka të cilët, e që këta non-stop i pranojnë fund, është për gjëna. Edhe nuk ka shpjegim tjetër përveç se nuk janë të interesu. Nuk mujnë me kokë as naiv ose të padijshëm, po mendoj që thjesht nuk kanë interesim. Edhe kjo është pra ato që po them dorëzimi pa kusht, sepse kështu me vepru. Çka ka me bëjë LDK nesër? Dëgjom, çka bën LDK nesër, unë nuk